4 ditë para zgjedhjeve, presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, erdhi në Prishtinë me mesazhe të qarta për partitë politike në Kosovë. Ai qëndroi të mërkurën për vizitë zyrtare, ku takoi krerët e shtetit, ushtruesën e detyrës së presidentës Albulena Haxhiu dhe kryeministrin në detyrë Albin Kurti. Gjithashtu në agjendë pati edhe takime me krerë të partive të tjera. Ndërsa Kosova shkon drejt zgjedhjeve këtë fundjavë, mesazhi im është i thjeshtë, partneriteti ynë vjen me përgjegjësi, i inkurajoj udhëheqësit politik ta bëjnë integrimin në BE, një përparësi përtej ndarjeve politike dhe të punojnë së bashku drejt këtij qëllimi të përbashkët. Kosova ka nevojë për institucione të forta, të qëndrueshme dhe funksionale, të afta për të zbatuar reformat, duke shfrytzuar mundësinë që ofron Bashkimi Evropian dhe duke përmbushur të gjitha angazhimet e dialogut Beograd-Prishtinë. Edhe ushtruesja e detyrës së presidentës tregoi se Costa ka kërkuar konsensus politik për temat që lidhen me rrugën drejt integrimit në BE, reformat dhe planin e rritjes. Presidenti Costa theksoi se çështjet që lidhen me integrimin në Bashkimin Evropian dhe zbatimin e planit të rritjes kërkojnë pajtimin ndërpartijak dhe konsensus kombëtar në Kosovë, përtej dallimeve politike dhe partijake. Në këtë frym, Kosova mbetet të përkushtuar për të çuar përpara agjendën evropiane, përmes reformave, koordinimit institucional dhe bashkëpunimit të ngushtë me Bashkimin Evropian. Haxhiu shtoi se BE duhet ta shohë Kosovën si vlerë për Unionin. Për qytetarët tanë, Bashkimi Evropian është bashkësia e demokracisë, sundimit të ligjit, paqes dhe dinjitetit. Në një kohë ndikimesh të dëmshme në rajon, orientimi i qartë dhe i rrënjosur evropian i Kosovës duhet të shihet si vlerë për vetë Bashkimin Evropian. Antonio Costa qëndroi në Prishtinë në kuadër të turit nëpër Ballkanin Perëndimor para samitit BE Ballkani Perëndimor që do të mbahet në Tivat. Paraprakisht, ai ishte në Shqipëri, Bosnjë e Hercegovinë dhe Maqedoni të Veriut, ndërsa nesër do të shkojë në Serbi.